Kreu I Partisë Demokratike Sali Berisha lëshoi sot një deklaratë të fortë kur tha se kreun e ri të Byrosë Kombëtare të Hetimit e ka paracaktuar kryeministri Edi Rama. Sipas Berishës në këtë pozicion do të emërohet Haki Çako. Kujtojmë se ky fundit është njëri prej 13 kandidatëve, listën e të cilëve publikoi vetëm një ditë më parë prokuroria e posaçme. Të lobojit cili të doja I do emërohet nga Edi Rama, aty janë futur disa emra për të dalë ndonjë Çako apo si Çako, kaq nuk lëshon vend ai, tha sot ndër të tjera Berisha. Pas kërkesës së Unionit të gjyqtarëve, të cilët kërkuan rritjen e pagave të tyre me 700 euro plus, reagon kryeministri Edi Rama. Ky fundit e quan një shakat hidhur dhe ndërhyrje pa precedente të rrezikshme në kompetencat e ekzekutivit. Rama akuzon Unionin se po trajton rritjen e pagave si një privilegj të përjetshëm. Sipas tij, përsëritja e një kërkese të tillë nga gjykata kushtetuese është një abuzim madhor që cënon parimet e shtetit. Kjo ndërhyrje skandaloze e gjyqësorit në kompetencat e ekzekutivit me sa duket I ka shijuar Unionit aq shumë sa pas rritjes së pagave të administratës në maj 2023. Unioni I gjyqtarëve tani rikërkon përsëri nga gjykata rritjen e pagave të gjyqtarëve. Këtë herë Unioni kërkon që paga bazë të lidhet vetëm me pagën bazë të drejtorit të departamentit në kryeministri dhe kërkon sërish ndryshimin e ligjit. Për herë të dytë brenda 3 viteve, Unioni I gjyqtarëve kërkon sërish rritjen e pagave në gjykatë, një praktik unikale, pa dëgjuar dhe e panjohur në historinë e shteteve, që gjyqtarët ja caktojnë vetes pagat përmes gjykatës, por që ka ndodhur në Shqipëri në vitin 2022, kur ky Union kërkoi në gjykatën kushtetuese që paga bazë e gjyqtarëve të ekuivalentohej ose me pagën bazë të drejtorit të departamentit kryeministrisë ose me 1% të pagës presidentit sipas dëshirës së gjyqtarëve. Dhe gjykata kushtetuese e pranoi kërkesën duke garantuar një pagë bazë të lidhur prej 156.000 lekësh. Rama I jep ultimatumin e tij Unionit të gjyqtarëve duke I thënë se kjo lajthitje nuk duhet përsëritet më. Në konferencën e sotme e përshtyp nga Selia Blu, kryetari I Partisë Demokratike Sali Berisha hodhi akuza të forta në drejtim të mazhorancës, kur akuzoi direkt kryeministrin Rama dhe ministrin e jashtëm Igli Hasani se u kanë bërë presion vëzhguesve ndërkombëtar të zgjedhjeve parlamentare të 11 majit. Rama po bën presione të jashtëzakonshme, janë kërcënuar egërsisht vëzhguesit ndërkombëtar, vetë Edi Rama dhe ministri I tij Igli Hasani. E morët vesh ju çfarë është ai, shkon në Greqi, thot jam grek, vjen këtu, thot jam shqiptar. As grek as shqiptar nuk është ai. Këta si ky dhe Vangjel Tavo nuk janë as për njërin kom, thot Berisha. Mirpo kur vjoi edhe sot me denoncimin e asaj që ai e quan farsë elektorale, Berisha I thuri ca lavde vetes dhe u bëri të qartë kundërshtarëve dhe kritikëve të tij se ai nuk do të largohet kurrë. Berisha tha sot se nëse ka një politikan në këtë tokë që ka dëshmuar qëndrimet pamposhtura në respekt të parimeve themelore të një sistemi demokratik është ai vet. Ai thotë se u ngrit pasi ishte larguar, humbi zgjedhjet, da dorëheqen pas një imponim nga skush, por sipas tij bëri një detyrë dhe mori një vendim të drejtë. Berisha thotë se kjo që po bën tani quhet mision dhe prandaj kundërshtarët sipas tij janë të shfazuar. Termin shfazim nuk e kuptojmë të përdorur në këtë rast. Jo për gjë, po Edi Rama ka marrë fatkeqësisht mandatin e 4. Ekstradohen nga Dubai 2 personazhe të njohur të botës së krimit. Në Emiratet e Bashkuara Arabe janë arrestuar dhe ekstradohen sot Dashnur Dumani dhe Artemis Tafa. I pari është vëllai I penduarit të drejtësisë Nureddin Dumani, një nga emrat më të njohur të botës së krimit në vend, I cili rezulton I dënuar për armbajtje pa leje dhe I akuzuar nga gjykata e posaçme për vrasje dhe për vjedhje me armë. Ai ka qenë pjesë e masakrës së Bradasheshit ku u vran 3 familjarë të Erion Alibeit. Po ashtu në Tiranë mbërrin sot Artemis Tafa I akuzuar po nga gjykata e posaçme se ka pastruar paratë e grupit kriminal të Franz Hajdar Çopjas. Policia e shtetit konfirmon se ekstradimi u bë I mundur fal bashkëpunimit të ngushtë me autoritetet në Emiratet e Bashkuara Arabe. 2 arrestuarit e ekstraduarit do të përballen me drejtsinë shqiptare në kuadër të hetimeve të thelluara të ndërmarra nga prokuroria e posaçme për çmendimin e rrjeteve kriminale në vend. Ish dekani I Fakultetit të Ekonomisë apo ish rektori I Universitetit të Tiranës Dori Kule u thirr sot në prokurorinë e posaçme, duket se SPAK-u është kthyer në tapetin ku duhet parakalojnë të gjithë. Kule u pa teksa hynte I vetëm I pashoqëruar me ndonjë avokat në ambientet e SPAK-ut ditën e sotme. Pasi doli prej aty, gazetarët e morën në pyetje, por ai dha një përgjigje fare të shkurtër. Isha për të dhënë sqarime për kohën kur kam qenë te Banka e Shqipërisë për hetimin që bëhet për mikrokredit, tha ai. Dori Kule ka shërbyer për disa mandate si dekan I Fakultetit të Ekonomisë e më pas si rektori I Universitetit të Tiranës. Nuk dihet se si është marrë në pyetje si person që ka dieni apo fajsi mbi këtë çështje. Megjithatë, kjo do të zbardhet në ditët në vijim nëse do thirret përsëri në prokurorinë e posaçme apo do të konkludohet diçka nga hetimet për këtë çështje të ndjeshme. Në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar vijoi sot dëshmia e penduarit të drejtësisë Artan Tafani në kuadër të dosjes së njohur Plumbi Art. Edhe sot ai zbardhi një sër veprimtarish kriminale të grupeve të ndryshme në vend ndër vite. Tafani vijon rrëfimet e tij që lidhen me aktivitetin e bandës kriminale për cilën akuzohet si drejtues Lajert Haxhiu, ekstraduar nga Greqia vitin e kaluar dhe një herë është rivali Aldo Bares, kreu të bandës së Lushnjës. Ai foli sot për sagën kriminale të organizatës, urdhrat, viktimat, atentatet, pjesëmarrësit e motivet e tyre. Tafani foli sot për vrasjen e Albi Bashaliut. Siç dëshmon Tafani,
Armën për të kryer krimin e kanë bler vetëm 1 milion lek. Ai ka deklaruar sot në GKO se në drejtim të Bashaliut ka qelluar 6 herë me armë tip pistolet, ku 2 nga plumbat e kanë kapur në gjoks dhe 4 në kurriz. Pasi kanë kryer krimin, Tafani thotë se makina nuk po i ndizej dhe e kanë ndjekur në vend, duke u larguar më pas me automjetin e viktimës. Pas vrasjes, Tafani thotë se grupi është përblyer me 30.000 euro shumë që ka sjell Jati i Laert Haxhiut dhe që më pas e nda në 3 pjesë mes Laert Haxhis, Lulzim Arapit dhe vet Tafanit. Kjo ka qenë shuma paraprake, pasi çmimi final ka qenë 50.000 euro. Siç dëshmon Tafani, parat i ka paguar Lorenz Lala për vrasjen e Bashaliut. Laert Haxhiu ka thënë sipas tij që duhet ta bënin këtë punë për nder për niprit e Lorenz Lalës pasi Albi Bashaliu ju kishte vrarë të Atin. I penduar i drejtësisë rrëfendër të tjera se pas këtij krimi, ata nisën të udhëtonin sa në Sarand në Tropoj me Laert Haxhiun, të dilnin për darka e dreka deri te grabitja e makinave që u pëlqenin, duke u hequr edhe si efektiv policie madje. Rrëfimet e tij i ngjasojnë skenarëve të filmave thriller. Pas dënimeve për vjedhje me tenderin e uniformave, qeveria hap një skem të re koncesionare ku fitimin e marrin një grup investitorësh turq të lidhur me kontratat e kaluara korruptive. Ndërkohë aferat korruptive me tenderet për uniformat e policisë së shtetit vazhdojnë, megjithëse 3 vite më parë për një tender të ngjashëm u dënuan në mënyrë penale 9 zyrtar të Agjencisë së Blerjeve të Përqendruara dhe të Policisë së Shtetit. Më 14 prill të këtij viti Agjencia e Blerjeve të Përqendruara, në varësi prej një viti e ministrit Blendi Goxha, shpalli një tender me fond limit 33.3 milion euro me TVSH për blerjen e uniformave, gradave, stemave, shenjave dhe këpucëve për policinë e shtetit. Ky tender ishte i ndarë në 2 lote. Loti i parë 24 milion euro për uniforma, grada, stema dhe shenja dhe loti i dytë 9.3 milion euro për këpucë. Procedura ishte planifikuar të zhvillohej më datë 19 maj, por u shty më 29 maj me pretendimin se nuk u paraqitën oferta që përmbushnin kriteret ligjore. Megjithatë, vetëm loti për uniformat u anullua, fillimisht për të shtyrë dhe më pas sërish për të anulluar me justifikimin rrethana të parapara dhe objektive të lidhura me aftësinë paguese të policisë së shtetit. Justifikimi është cilësuar nga burimet brendshme si mashtrues, pasi nëse realisht mungonin fondet, tenderi nuk do të ishte shpallur në radhë parë. Më tej është e rëndësishme të theksohet se loti për këpucët nuk u anullua, çka tregon se fondet ekzistojnë. Drejtori i përgjithshëm i policisë Ilir Proda me urdhër të drejtë për drejtë të Bablokut ka pranuar dhe firmosur anullimin e tenderit për uniformat. Arsyeja e vërtetë është tashmë e qartë. Qeveria nëpërmjet Ministrisë së Mbrojtjes të drejtuar nga Piro Vëngu po krijon një kompani koncesionare brenda ndërmarrjes shtetërore Kajo SHA që do të merret me prodhimin dhe tregtimin e uniformave për ushtrim, policim, burgjet dhe strukturat e tjera të sigurisë. Sipas burimeve të pamfletit brenda Ministrisë së Financave, marrëveshja me partnerin privat është përmbyllur që në janar 2025. Pala private përfaqësohet nga një grup investitorësh turq të njohur për përfshirje në kontratat e mëparshme të dyshimta për uniformat e policisë së shtetit, gardës dhe burgjeve. Sipas dokumenteve zyrtare, për 15 vitet e ardhshme të gjitha përfitimet e kompanisë do të shkojnë për këtë grup privat, që zotron shumicën e aksioneve, nuk do të paguajë tatime apo taksa, ndërsa shteti nuk do të përfitojë asnjë shindark pavarësisht se zotron 40% të aksioneve. Ndahet nga jeta në moshën 81 vjeçari regjizori Leka Bungo. Leka Bungo ka qenë një nga emrat e skenës në Shqipëri si regjizor, skenarist dhe aktor, duke i lënë vendit një trashëgimi të larmishme artistike në fushën e humorit dhe të skenës shqiptare. Pas viteve 90 krijoi në Hallin Hyrës të godinës së teatrit kombëtar teatrin privat Rubairat, por që shpejt humbi destinacionin e vet artistik, derisa u mbyll në 2001 me rikonstruksionin që u bë hollave të këtij teatri. Pas vitit 2002 emigroi në SBA, përveç punës si regjizor dhe aktor ka shkruar edhe disa drama e skenar filmash, ndërto dramën Pabesia, si edhe skenarët Pas fasadës, Gjuetja e fundit e të tjerë. Në filmin e vitit 90, një djalë dhe një vajzë ai luajti rolin e Bardhylit. Ishte autori skenarëve për disa filma artistik. Në vitin 2021, Leka Bungo u zgjodh kryetari i bordit drejtues të RTS-s, detyrë që e mbajti deri disa muaj para ndarjes nga jeta. Nuk del akoma tymi bardh nga Kosova. Kjo e fundit vijon të jetë në ngërsh të thellë politik dhe institucional që pas zgjedhjeve parlamentare të 9 shkurtit, ku ende nuk ka një kuvend konstituuar e as një qeveri të re në vend. Sot u mbajt seanca e 30 për konstituimin e kuvendit dhe dështoi sërish. Vetëvendosja dhe Albin Kurti vazhdojnë të insistojnë për kandidaturën e Albulena Haxhiut si kryeparlamentare, edhe pse kjo e fundit nuk votohet kurrë nga opozita, pasi kjo e fundit ka deklaruar qartazi se ajo është një figurë përçarëse. Në tavolinë është hedhur ideja e votimit të fshehtë, por kjo nuk është implementuar ende. Nga ana tjetër nuk ka asnjë sinjal për formimin e qeverisë së re, ndërkohë që nga Brukseli vijnë thirrje të njëpasnjëshme për zgjidhjen e kësaj situate. Në këto kushte, Kosova duket se po i afrohet në mënyrë të pashmangshme ditës zgjedhjeve të reja. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti mundohet të josh presidentin amerikan Donald Trump, duke u vetë ofruar për strehimin e emigrantëve të deportuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke qenë se Kosova është në një ngërç institucional dhe politik dhe situata nuk po shkon drejt një zgjidhje. Në këtë moment, Shtetet e Bashkuara të Amerikës Kosovës i duan më shumë se kurrë. Këtë lëvizje po bën qeveria në detyrë Albin Kurtit. Ajo shpreh gatishmërinë për të bashkëpunuar me SBA lidhur me pranimin dhe zhvendosjen e përkohshme të shtetasve të vendeve të treta në Kosovë në
në përputhje me kushtet e përcaktuara. Përgjatë një periudhe njëvjeçare deri në 50 persona mund të zhvendosen përkohësisht me qëllim të lehtësimit të kthimit të tyre të sigurt në vendin e prejardhjes. Qeveria ka shprehur gatishmërinë që të angazhohet me mundësinë për të përzgjedhur individ nga një listë e propozuar për aq sa ata i plotësojnë kriteret e caktuara lidhur me sundimin e ligjit dhe rendin publik, thot përparim kryesiu zëdhënësi i qeverisë së Kosovës në detyrë në një deklaratë zyrtare për REL. Ndërkohë nga Departamenti Amerikan i Shtetit konfirmojnë se vendet e rajonit Ballkanit janë përfshirë në kontaktet brenda një strategjie më të gjerë amerikane. Ndërkohë nga Departamenti Amerikan i Shtetit konfirmojnë se vendet e rajonit Ballkanit janë përfshirë në një strategji të gjerë amerikane për dëbimin e shtetatëve të huaj pa status të rregulluar. Më datë 5 qershor ishin mediat e huaja ato që raportuan se administrata e presidentit amerikan Donald Trump po ushtron trysni ndaj Serbisë dhe vendeve të tjera të Ballkanit që t'i pranojnë imigrantët e dëbuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Presidenti serb Aleksandar Vučić shkon për herë të parë në Ukrainë që prej nisjes së luftës. Kjo vizitë e tij ka tërbuar Moskën, e cila ka reaguar menjëherë. Jo vetëm ka kërcënuar Serbin, por ka lëshuar edhe raketa në territorin e Ukrainës. Vizita e presidentit serb cilësohet si surprizë dhe është bërë në kuadër të pjesëmarrjes në samitin Ukrainë-Europa Juglindore. Në reagimin e saj të menjëhershëm, zëdhënësja e ministrisë së jashtme ruse Maria Zakharova me ton kërcënues shtroi pyetjen se në anën e kujt janë të Moskës apo të atyre që i quan neonazist. Ata që flasin për dëshirën për të zhvilluar marrëdhënie me Rusin për të ndërtuar një dialog me të duhet së pari të pyesin veten nëse janë në anën e së vërtetës apo të neonazizmit, tha ajo. E pyetur nga gazetarët nëse kjo vizitë e Vučićit në Odesa është detyruar nga perëndimi që i bën presion gjithmonë, Zakharova pyet se me do të shoqërohet. Çfarë idesh do të ndajnë ata që janë atje, me kë do të identifikohen? Regjimi i Kievit është një regjim që i lavdëroi kriminalët nazist, tha ajo. Mirë, por Rusia nuk u mjaftua me kaq. Pasi në qytetin ku po mbahet samiti Ukrainë-Europa Juglindore, ushtria ruse lëshoi një sulm masiv me drone raketa. Përveç Odesas, trupat e Putinit bombarduan edhe rajone të tjerë. Viktimat e plagosur u regjistruan në rajonin e Kharkivit, ndërsa autoritetet e Ukrainës raportojnë se kanë rrëzuar 40 nga 85 dronë gjysej. Armiku më i ri i presidentit amerikan Donald Trump duket se është guvernatori i Kalifornisë Gavin Newsom. Ky i fundit reagoi për lotur ditën e sotme duke akuzuar drejt për drejt kreun e Shtëpisë së Bardhë për atë që po ndodh në shtetin e tij. Ai thotë se Trump po shkatron demokracinë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai akuzon ato për shkatrimin e institucioneve, teksa paralajmëron se regjimet autoritare gjithmonë fillojnë duke synuar më të prekshmit pa u ndalur këtu. Kjo nuk ka të bëjë vetëm me protestat në Los Angeles kur Trump kërkoi autoritet absolut për të vënë gardën kombëtare në kontrollin e tij. Urdhër vlen për çdo shtet. Kjo na shqetëson të gjithëve. Kalifornia mund të jetë fillimi, por sigurisht që nuk është fundi. Demokracia është në sulm para syve tan, thot Newsom. Protestat dhe incidentet masive në tokë kanë tronditur ditët e fundit Los Angelesin. Gjithçka po ndodh aty dhe jo vetëm. Lidhet me vendimet dhe politikat e Donald Trump për deportimin e emigrantëve. Ndërkohë, nga ana e tij, ndoshta edhe si një gjysmë përgjigje, Donald Trump vizitoi një bazë ushtarake në Fort Bragg për të përkujtuar 250 vjetorin e ushtrisë amerikane. Aty ai quajti protestuesit kafshë dhe armiq të huaj që po përpiqen sipas tij të bllokojnë politikën e qeverisë për emigracionin. Ne nuk do të lejojmë që asnjë qytet amerikan të pushtohet nga një armik i huaj. Ne do ta çlirojmë Los Angelesin dhe do ta bëjmë ato përsëri të pastër dhe të sigurt, tha Trump. Ky fundit e përshkruan Kaliforninë si një depo mbeturinash, ku thot se ka zonat kontrolluara plotësisht nga kriminalët. Trump kërcënon se do të përdor çdo mjet në dispozicion për të rivendosur rendin. Mirë po, guvernatori i Kalifornisë ka sfiduar publikisht kreun e Shtëpisë së Bardhë që nëse guxon të shkojë të arrestojë atë të parin. E në këtë mënyrë Newsom po kthehet dukshëm në një hero rezistent ndaj njeriut më të plotfuqishëm. Ndodh ajo që nuk pritej. Miliarderi Elon Musk bën një hap pas dhe vet kritikohet dhe pendohet për atë që ndodhi me presidentin amerikan Donald Trump. Pendohen për disa nga postimet e mia për Trumpin, e te prova shprehet Musk. Një nga postimet e tij më të debatuara ishte akuza se emri i Trumpit ndodhej në listën e lidhur me Jeffrey Epstein. Mirë po, këtë postim të fortë pasi e fshiu shumë shpejt miliarderi Musk. Duket se ky i fundit po kërkon të ultonat dhe të shmang për shkallëzimin e përplasjes publike me kreun e Shtëpisë së Bardhë. Nuk dihet se si do të kundërpërgjigjet ky i fundit, a do të bëjë edhe vetë presidenti amerikan një hap pas në tentativë për të rregulluar marrëdhënien me ish-krahun e tij të djathtë. E rëndësishme është që Musk mos të shkojë deri aty ku kërcënoi Trump tek ndihma për demokratët, apo më shumë akoma krijimi i partisë së re. Shtetet e Bashkuara të Amerikës braktisin Europën. Kreu i Pentagonit paralajmëron Bashkimin Evropian se duhet të marrin vetë përgjegjësinë për Rusin, pasi amerikanët janë lodhur duke bërë gjëra falas gjithmonë. Ministri amerikan i mbrojtjes Pete Hegseth kërkon që vendet europiane të NATO-s të marrin përsipër përgjegjësinë kryesore për mbrojtjen e kontinentit nga kërcënimi rus, duke theksuar se shubat nuk mund të mbajnë më barrën e vetme të sigurisë në Europë. Deklaratat e tij u bën gjatë një seance dëgjimore në Kongresin Amerikan, ku kreu i Pentagonit deklaroi se presidenti Trump dhe administrata e tij kanë kërkuar qartë që aleatët e
NATO-s të rrisin kontributin e tyre ushtarak dhe financiar. Europa ka fuqinë ekonomike për të ndërtuar një mbrojtje të fortë ndaj Rusisë. Burimet tona janë të kufizuara dhe fokusi ynë po zhvendoset drejt paqësorit. Të shkoha që Europa të bëjë më shumë, thot Hegseth. Ai thotë se kthimi i Ukrainës në kufit e vitit 2014 është jo realist dhe përjashton mundësinë e antarësimit të saj të shpejtë në NATO, duke i bërë qefin në këtë mënyrë presidentit rus Vladimir Putin, pasi është një nga kërkesat dhe kushtet e tij kryesore për marrëveshjen finale të paqes. Legjenda e futbollit shqiptar Ledi Opano kërkon largimin e trajnerit kombëtares shqiptare të futbollit Silvinho pas barazimit 1-1 që Shqipëria mori me ekipin modest të Ledonis. Rezultat ky që gati shuan shpresat për një vend të dytë në grup në eliminatorët e botrorit 2026. Pano thotë se Silvinho nuk është trajner dhe bën këtë të fundit përgjegjës kryesor për të dyja rezultatet e fundit, si me ndeshjen ndaj Serbisë ashtu edhe me këtë ndaj Letonisë. Sipas Panos, braziliani e ka humbur mbështetjen dhe duhet largohet.